Dzia jetën Shqipëria humbet kundër Polonisë. E do thuash ti ore man, kush e di sa je mërzit. Unë mërzita me thonë drejtën, në fillim. Po pasaj thira menjes. Po ne humbasim për ditë. Ne humbasim gjithkohës, ne jemi më të humburit. Literalisht. Sot për shumë 4 djemë shkuan drejt Serbisë me flamurat e tyre, me flamurat tonë kombëtar të bukur, atë shkapën e Kastriotit të madh, dhe i mori zvarë policia, i nxori nga makina, edhe i ka arrestuar, i ka futur në burg. Edhe kryeministri në vend që të thotë që si ka mundësi që juve po na arrestoni djemë të rinj me pretekstin sepse këta po bëxisin urrëtie etnike, fetare, kombëtare etj, thjesht nga fakti që po vendosin flamur shqiptar. Jo, del aty kryeministri dhe thotë shiko, sepse ne kemi korrupsion, po se juve, i thotë ndërkombëtarëve. Dhe ne si ju jemi asgjë më shumë, asgjë më pak. Thjesht se ne s'kemi spitale. S'kemi shërbim spitalor, s'kemi polici, s'kemi gjykata, s'kemi jetë, s'kemi të ardhme, s'kemi të shkuar. Ne s'kemi asgjë, humbasim prap. Dhe kur nuk i bëjmë asnjë gjë, ne thjesht hikim, marrim rrugët vatanin, hikim, prap të humbur, edhe kur hikim. Fitojmë në rrugët e botës, po të humbur në vendin tonë, në flamurin tonë. Pastaj në fund fare çfarë bëjmë? Vrasim njëri tjetrin me thika, vrasim njëri tjetrin për parkim dysh, vrasim njëri tjetrin po i pam shtrembët, vrasim njëri tjetrin, ku ta di unë, kur i prekin një romune, kupton? Këta jemi të parët për të vrarë njëri tjetrin, për ta urryer vendin tonë, me atë flamurin që mbajmë me kaq skenari për 28 nëntor të dashur miq. Edhe pse shumë pak veta e din vitin se çfarë është 1912 për ata, po ti përmendesh në rrugë. Por është kjo është realiteti shqiptar. Ne jemi këta të fortët, po ne humbasim për ditë. Ne kemi humbur në opsionin e shqiptarit. Ne s'kena komb. Ne jemi 2 skuadra futbolli, një në Kosovë, një në Shqipëri. Që ku tiki dhe Vlora t'ja fusin edhe ato të Epirit, të hapin edhe Epiri skuadrën e vet, shtetin e vet, t'ja fusin edhe Mirdita në shtet vet, e ne s'kena asgjë mo, se ne jena të humb në çdo aspekt. Ne nuk ka bashkim kombëtar. Ne ka shkatrim, rënim, derisa të humbasim dhe identitetin. Dhe nuk kemi dhe aq larg. Duhet presim filipinezët që të shumohen.